Një nga agjentët që merret me shitje pronash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është përballur me një surprizë të pakëndshme teksa vizitonte një nga pronat që do të shiste në Ankarasin qendror. Banesa, që prej kohësh nuk banohej nga njeri, ishte pushtuar në kuptimin e parë të fjalës nga zvarranikët. Një prej gjerprinjve madje po zvarritej në një kuti elektrike. Megjithatë, ai vendosi që ta postojë videon dhe videoa më pas u bë virale dhe rezultatet janë këto. Një person ka dalë vullnetar që t'i zhvendos zvarranikët dhe disa investitorë kanë shfaqur interesin e tyre për ta blerë pronën. Kjo ishte ajo që kishim përgatitur për ju sonte. Për më shumë materiale të tilla, por edhe për informacionet më të fundit, mund të na ndiqni në platformat tona sociale si dhe në faqen tonë të internetit advcnn.com. Shihemi të shtunën tjetër.